Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër, ju përshëndes përzemërsisht, së bashku me të ftuarit e mi në studion e sotme. Të ecësh me hapin e nxënësve, me talentin e tyre. Ti aktivizosh ato, ti nxisësh në hapësira artistike, ti frymëzosh, ti jesh gjithmonë afër dhe ti nxisësh për hapa të reja artistik, është vërtet një portret shumë i bukur i mësueses, artistes, asaj që gjithmonë ndjen me ritëm zemre hapat e nxënësve të saj. Suksesi një mësuese varet me rezultatet, vlerësimet që kanë nxënësit e saj. Ndaj nuk di si mund të shprehem më qartë kur rezultatet janë të dukshme, duart rukitjet për talentin, arritjet dhe vlerën e interpretimeve të nxënësve janë maksimale. Mësuesja pianiste, Rudina Jakova, së bashku me nxënësit e saj janë të tillë, sepse janë shumë të vlerësuar në kompeticionet të ndryshme artistike. Sot ato janë të ftuarit e studios sime. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit. Mësuese Rudina, natyrisht je emëruesi i përbashkët i gjithë këtyre nxënësve, i arritjeve të tyre. Besoj se në këtë fund viti, së bashku me rezultatet që kanë mbërritur nxënësit tuaj, ndjehesh mjaft mirë, a? Ndjem shumë mirë, se nxënësit në kompeticione që morën pjesë, ishin shumë në nivelin e duhur, me masë një punë shumë të gjatë, për të përbashkët kuptohet. Dhe më thënë puna për arritjen e këtij objektivit ka filluar qysh në shtator. Dhe hap pas hapi ju keni ndërtuar atë strategjinë tuaj që lidhet me muaj të tërë, me provime, stazhe, kontrolle teknike dhe me një repertor që ju e keni parë gjithmonë jo vetëm për të sotmen, por edhe për ecurinë e nxënësve tuaj. Secili nxënës merr programin, domethënë sipas aftësisë që ka. Nëse një nxënës, domethënë që ka një bel pak të dobët, nuk mund të japësh një program shumë të mirë. Domethënë në shkurt që ti ke kaluar vetëm në shkollë për piano. Vetë niveli i pjesëve që ata interpretojnë janë në përshtatje me mundësitë. Ju i keni arritur pritshmëritë tuaja? Po. Kam arritur shumë, domethënë me punën në përbashkë, kuptohet. Këta studiojnë shumë, janë sistematike. Domethënë puna bëhet, domethënë edhe në shtëpi bën punë ato, domethënë punën e tyre e bën edhe në shtëpi, edhe në klasë. Kuptohet, domethënë puna është e përbashkët. Në fakt ju keni një klasë tuaje me nxënës të viteve të ndryshme të shkollës dhe keni arritur një klasë të suksesshme. Kur e mendoni, besoj se mendoni çdo gjë që ndoshta në fillim është si dilemë, më pas i ofrohet secilit nxënës për programin e tij apo jo? Normal, gjithë secili nxënës domethënë po e ke fjalën te programi? Te programi. Gjithë secili nxënës japet programi sipas karakterit, sipas aftësisë teknike edhe muzikale, normal. Natyrisht ju jeni pjesë e historisë jetës artistike të këtyre nxënësve. Normal. Qysh me havet e parë, qysh las parë. Këto nxënës që keni marrë, në të shumtën e rasteve nxënësit tuaj janë përcjell prej viteve të para të shkollës. Po thuajse, jo gjithë, se Jozi, Odesa dhe Isla kanë qenë më përpara me mësuesa të tjerë, kështu Odesa e kam qysh las parë. Sa nxënës ka klasa juaj? 7. Dhe të gjithë i keni titullar me sa po shoh. 6. Pra 6 nga 7 nxënësit. Besoj se është një punë shumë këmbgulse. Pak ditë më parë ju keni pasur diplomat për maturantët dhe një ndër nxënësit tuaj, Alice Kalaçi, është paraqitur mjaft mirë apo jo? Çfarë ndjesie ju ka shoqëruar gjatë interpretimit të tij, gjatë lojës së tij? Tham drejtën, Alisi bani diplom shumë të mirë. Me cilësi, me teknikë, Alisa është një fëmijë, që mund të them fëmijë tash ajo bë,
18 vjeç, është shumë i talentuar. Dhe kam mbritur në një nivel të besoj Teknik, muzikal. gjë që e frymëzon atë për të ecur përsëri përpara. Sam, deri tani nuk dihet. Akoma se ka vendosur. Kështu janë të rinjt. Këtu kam Jozefinën, e cila Jozefina Lekaj, nxënëse në klasën e 10. Tashmë në shkollën e mesme ke një hap tjetër nga një cikël i mëparshëm. Por ajo që dallon është se je fituese e çmimit të parë në konkursin Pjetër Gaci. Çfarë ke interpretuar, Josefin? Një Bach, suite franceze dhe sonat Beethoven. Cilën sonat? Opus 31 numër 1. Ke studiuar shumë për ta dhe çfarë emocionesh të kanë shoqëruar gjatë konkurimit? Realisht këtë vit konkurimi ka qenë online. Po. Dhe nuk e ka pas emocionin e viteve tjera, po prap ka qenë një emocion vete. Unë e kam përjetu, së më thonë shumë jo rënd, po shumë bukur, po edhe me një emocion shumë të madh, deri momentin që edhe mora lajmin nga zysha që kisha marrë çmimin e parë, dhe sepse e kisha prit, në fakt, kisha mujt që punosha për këtë kompeticion, edhe besoj se ja kam arrit objektivit. Në fakt, kur një konkurs zhvillohet online, ke mundësi që të interpretosh disa herë dhe të zgjedhësh më të mirë. Kështu ndodhi tek ty, apo ti ke marrë atë interpretim që të ka ardhur vetë ju dhe e ke vendosur me këtë do të paraqitem? Në fakt, ka qenë pak e vështirë kjo pjesë, ka pas pak gabime teknike ndoshta, ndërkohë që ishim të bëj videon, mund të ketë ndërprej dikush, edhe detyrimisht u dote që me e këthy video. Një regjistrim i pastër. Po. Edhe emocionet vazhdin vetën, të e di se ajo video ka me shku në një konkurs. U dote me përsërit pak disa herë. Perfekcion. Aty ishte mësuesja, patjetër. Po, tek njëra prej videove po, ndërsa te videoja tjetër zgjolla që më e bë vetë që t'isha dhënë pak më vetëm më e lirë. Çfarë ke ndjer pikërisht gjatë interpretimit? Mendon se i ke zbatuar të gjitha ato këshilla që mësuesja jote e dashur të ka porositur vazhdimisht në çdo orë mësimi? Atëherë, nuk besoj se në një ani mundet me bë këtë gjë, sepse është diçka shumë nuk mund ta bësh absolutisht. Nuk mund të jesh super perfekte. Nuk mundesh me bë tana detajet, normalisht diçka mund t'i iku, ndoshta prej emocionit, ndoshta prej shpejtësisë. Varet, ka shumë faktorë që të bëjnë. E kryesorja është emocioni, në fakt që të bën që me ik disa detaje me pështu. Po të luash Bach dhe Beethoven, natyrisht ka një impenjim shumë të madh. Nuk është thjesht apo jo. Besoj se mësuesja Rudia e di që kjo shkallë vështirësie ndoshta edhe mund të penalizojnë, por edhe të vlerëson shumë. Është bë punë shumë e gjatë, sidomos me Bachun, se Bachu domethënë është para klasik. Edhe është pak më delikat se thonë kompozitorët e tjerë, tek ngjyra e tingullit, sidomos, tek shtetja, tek karakteri, nuk mundesh me lut Bachun si mund të lush një pjesë romantike ose klasike. Do të thonë ishte pak e vështirë, po me punën e tyre, punën këngëse temën, arritme me bë diçka të bukur. Por ajo periudha nga paraqitja e videos deri tek lajmi për vlerësimin, si ishte? Shumë ton emocion, sepse prisha një vlerësim të mirë normalisht, edhe prej punës që kishim bë gjatë tan vitit me zyshen, edhe unë e kam përjetu shumë me emocion, edhe zysha mund të më stresu edhe për kësaj pune. Si ishte punë shumë e gjatë. Dhe kjo është si të ndërtosh një grehin të madhe, ta fillosh nga themelet,
dhe të vendosësh çdo ditë nga një tull, të ndërtosh kate e pastaj ta mobilosh me të gjitha. Mandaj merita është edhe çka tjetër, se kur konkursi bëhet direkt, në thënë skenë, është emocioni edhe më i madh. Edhe për Është drejt për drejt. Drejt për drejt, edhe fëmia, domethënë, një atë emocion domethënë shfaq një atë moment, domethënë me detajet e veta, po kur videja bëhet disa herë, edhe fëmijët të hupin emocionin. Absolutisht. Kjo ka ato firat e Kupton ka veta. firat, mandaj njëri bëhet edhe pak manjak, se në fundit kur bën një video, ti duhet të çash pastër krejt. Se video rrin. Domethënë nuk ka video që ose kur jeni online, kur jeni direkt në skenë, domethënë një edhe diçka vogël mund t'i kaloj në gyris. Po këtu shife çdo gjë, është sinësit. Sillet, shef detajet. Kështu që ti je shumë e kënaqur. Si pastaj mësuesja të tha, Josefin, ti ke fituar çmimin e parë. Çfarë ndjeve në atë moment? Nuk e di, nuk di si me shpjegu, domethënë isha shumë e gëzuar. Se di që edhe konkursi Pjetër Gacit nuk ka shumë i lehtë, juria ka qenë vajgë e vështirë. Edhe e pritë më një vlerësim mirë, po edhe ka që domethënë nuk e di, u emocionova shumë për vete, edhe u gëzova shumë. Kujt je dedikon pikërisht këtë vlerësim, këtë çmim? Në rrallë po arsysh, se kjo është ajo që ka bërë punën më të madhe me mua. Po në shtëpinë tënde, në familjen tënde, si e përjetuan? Se nuk është pak, apo ja? Në fakt, është në çmimet e jo të vetme, po s'më nështë edhe në vetme që ma kanë përmend më shumë edhe ma kanë ndoshta vlerësu më shumë. Po ky çmim besoj se të nxit, akoma ti nuk e ke lënë studimin, mbasi more çmimin, nuk e ke lënë studimin, apo jo? Saxhën. Keni saxhën, kur e ke saxhën? Me nanë. Të uroj shumë sukses. Shumë faleminderit. Shumë sukses, Josefin, besoj se ke edhe një repertor akoma më të gjanë, apo jo? Ke edhe me pjesë të tjera shqiptare. Çfarë pjesë shqiptare do luash? Në fakt për këtë vit nuk kam zgjell pjesë shqiptare. Kam vendosur që më fokusu më shumë tek dy kohë të sonatës, tek një pjesë kontemporane edhe po. Haçaturian. Po. Janë të shkallës vështirësisë së lartë të saj. Josefin, unë besoj se kjo është shkalla e radhës. Le të shpresojmë që kohë pas kohë ti ta mbushësh atë morin e dhomës tënde me certifikata, me vlerësime, me çmime, apo jo, mësuese Rudina? Kjo është shumë punëtore. Të studios shumë. Unë të falenderoj shumë që ishe sot në Mirëmëngjes Shkodër për t'ja lënë vendin një tjetër fituese që është Odesa Meti, është përsëri nxënëse e klasës suaj mësuese Rudin. Kjo është ndoshta edhe një pikë kalimi nga njëri cikël në tjetrin. Besoj se edhe për Odesën keni pasur shumë pikë synime, por ndërkohë që Odesa, përshëndetje Odes, ka 2 çmime, jo vetëm tek konkursi Pjetër Gaci, por edhe tek Tirana Talent, i cili u zhvillua drejt për drejt. Po, live. Këtu ishin dy mënyra konkurrimi. Si mendon, ku ndryshuan me njëra tjetrën? Mendoj se live është diçka më ndrysh, sepse emocioni që jep te ata që të shikojnë është më i afërt me publikun. Dhe online është diçka tjetër, sepse është vetëm juria dhe nuk ka se përcjellat emocionin ashtu si dan ti. Kështu që mendoj se live ishin emocionet shumë më mëdha se online. Në fakt, ti ke interpretuar 2 pjesë apo më shumë? Te ky konkursi që ka bërë live, vetëm një pjesë, Glinka dhe Larg. Edhe një herë? Glinka. Po një pjesë tjetër, pra nga kompozitor, nga njëri kompozitor në tjetrin, apo jo, mësuese Rudina? Te Tirana Talent, kanë programi i domethënë minutazhi i përcaktuar, 10 minuta. Glinka kanë 8 minuta, s'kena pas çmira tjetër gjë, domethënë se kanë limituar.
Dhe të fitosh mes shumë konkurrentëve, aty ishte vërtet një vlerësim shumë i mirë, apo jo? Sa konkurrent morën pjesë tek Kategoria e des. Te kategoria me 17 veta ishte, me instrumentet të ndryshme. Dhe ti more 100 pikë të mundshme? Dhe çmim special. Dhe çmim special. Bravo, Odes. Prej sa kohësh studion në piano? Unë kam 9 vite që studiojm piano. Po, të kujtohet dita e parë kur ke takuar për herë të parë ke parë piano? Po, më kujtohet si sot, në fakt më pyeti babe për çfarë me vazhdu, edhe ti ishe një vajzë e vogël. Po. Ti shkove te pianoja. Po, edhe emocionet ishin të marrë, sepse isha edhe më e vogël, nuk isha mësu hala me situatën, më thonë që... Tu duk pianoja e dashur apo pak e frikshme? Ishte edhe pak, jo e frikshme, po ndjenjë pak më ndrysh, sepse... Po më pas ti fillove të rrëshqasën gishtat në tastierën e pianos, apo jo? Po. Si të kujtohen vitet e para? Ke marrë pjesë në konkurse të tjera? Po, kam marrë pjesë në shumë konkurse si Peter Gaci, EPTA. Çfarë të nxit të marrësh pjesë vazhdimisht në konkurse? Për mua është një kënaqësi shumë e madhe, sepse është edhe me provu vedin, edhe nëse nuk fiton, nuk është puna aty, por thjesht të shfaq aftësitë tuaja dikush në gjana dhe merr kënaqësi për konkurset. Mësuese Rudina, si ke arritur t'i frymëzosh nxënësit tuaj që të ecin, të marrin pjesë në konkurrime, të mos zmbrapsen asnjëherë, edhe nëse në një konkurs apo në një tjetër nuk vlerësohen ashtu siç e mendojnë? Të shtohet diçka tjetër, Odesa ka kanë nxënëse me mësues leken në klasë parë. Mësues lek Jakovën. Dhe e keni përcjell nga bashorti tek bashortja. Do të thënë klasën Odesën, klasën e 6 e ka marrë Odesën. Odesa është një fëmijë që ka marrë pjesë gjithmonë në konkurse, ka fituar çmime absolute. Po sa Qysh në klasë parë. Po si studion ti Odes? Unë studioj tek me pasion. E studion në shkollë apo në shtëpi? Në shtëpi. Piano, gjithë piano. Të gjithë kanë piano, piano. të gjithë dansat. Nuk hezitun prindërit që ta blejnë një piano? Nuk kanë hezitu sepse kanë pa që dëshira jam shumë e madhe dhe... Prindërit tuaj punojnë? Po, vetëm babi. Janë punëtor, intelektual? Punëtor. Po sa mirë, është një... Punëtor, kanë një lokal, kanë një biznes tyne të shkolla. Gjithsesi është kontributi më i madh që t'ja përcjellësh fëmijës investimin, kushtet. Është një mrekulli. Është shumë e rëndësishme që prindi të mbështesë, apo ja. Mirë, kur ti studion, shtëpia rrin në qetësi apo her pas here hyn tek dera Odes hajde për Laçen. Zakonisht tonë familja jam e një muzikën dhe i pëlqen shumë. Dhe nuk ka se ka ndonjë problem ose nuk ka se bajnë shumë sepse e din që kam nevojë edhe për atë qetësinë time kur e vi pianos, edhe nuk kam nevojë për përqendrimin e duhur. Sa orë studion në ditë? Rreth 3 orë ose më shumë. Po mirë, her pas here të japin ndonjë mendim, për shembull, sa bukur ose sot nuk ishe aq në formë si. Po, japin mendime ndryshme sepse unë kam 9 vjet dhe kanë filluar ata me kuptu muzikën. Pra, ndërkohë që besoj bashkëpunimi me prindrit, me Odesën, sepse gjithmonë mësimi në shkollën artistike është mësim individual, nuk është i përbashkët me të tjerët. Dhe mësuesi dhe nxënësi kanë një lloj afeksioni me po e quaj kështu me njëri tjetrin, me njëra tjetrën në këtë rast. Pra i shëmbin ato barrierat shumë autoritare, sepse të hysh në shpirtin e artistit do një farë mjeshtrie. Si ke mundur, mësuese Rudina? Tham drejtën, këto nuk e shoh me synin e nxënësit. Po si fëmijët e mi, i du shumë fort, dhe më thanë komunikoj me një tjetrin për çdo problem teknik ose problem
që mund të dalin nga ana muzikale ose domethënë komunikojmë shumë, domethënë këta fëmijë janë jetë ngurt. Po në mësime, si e? Mësimet e përgjithshme? Mësime shumë mirë sepse edhe përveç pianos ja përkushtaj edhe mësimeve kohën tame. Gjë e bukur. E jashtë maset e bukur. Po. Atëherë, po te çmimi Pjetër Gaci, si interpretove? Çfarë pjesësh? Atë interpretova Glinka dhe Lark edhe sonatën patetike, kohën e parë. Po. Se Rudina ti ke zgjedhur një repertor të mrekullueshëm apo jo? Sepse edhe Alisi me sonatën e Hanës me një fuzion të mrekullueshëm muzikor, me një tingëllim dhe teknik tepër të zhdërvjellët, është vërtet mbreslënës. Dhe gjithë repertorin që ti e zgjedh, më duket se ka një mjeshtri, të gjesh pikën delikate dhe aty ku nxënësit mund të japin më shumë. Janë fëmijë që janë fëmijë që kanë gjithë komponentet që duhet, teknikën, janë fëmijë të njëshëm, domethënë programi mund të zgjedhë shumë kollaj. E shikon, në shkollën e mesme do ta vazhdosh përsëri në vijim? Besoj se këto ditë që janë ditët finale do të jenë shpresoj. Ka kanë mini diplom. Mini diplom. Mini diplom. Do të luash një repertor të gjerë? Po, shumë gjanë. Kam luajt sonatën patetike, Bach, tre kohë të suita franceze, gjithë suitat. Dhe Glinken. Ndoshta mund të shkojnë rreth 50 minuta repertori. E gjë e mrekullueshme. Një koncert i vërtet. Një diplom. Një mini diplom. Odes, të uroj vetëm suksese. Besoj se edhe pushimet e verës do t'jenë të kombinuara me argëtimin, por edhe me piano. Studim. Kështu e porosit mësuesja. Mendon se është pak e afërt dhe pak e rrept, apo i ka më shumë ato mundësitë që të nxjisi më shumë? Mendoj se studimi duhet, plus unë pianon e kam si shoqe dhe nuk ka se mërzitem ndonjëherë. Ma tepër më jep frymëzim edhe ndihem mirë, çlirton emocionet që kam aty. Unë të uroj gjithmonë suksese, Odes. Të falenderoj shumë që na solle pikërisht këtë informacione dhe emocione të shoqëruara së bashku me të, ndërkohë që besoj pranë mikrofonit do të vinë një tjetër fituese. Ajo është Sara Nënshati. Sara Nënshati është nxënëse në klasën e 11 në shkollën mesme artistike Prenj Jakova. Përshëndetje Sara. Sara e kam takuar ose e kam ftuar edhe një herë në studio. Ajo ka marrë pjesë në projektin Muzika mi gjithë kufit. Ishte një shoqëruese e mrekullueshme shumë instrumentistëve apo edhe këngëtarëve, dhe besoj këto janë eksperienca që vit pas viti shtohen, apo jo? Po, shumë e vërtet. Kisha dosh që të njëjta i shohë me vazhdu ishtu sa më shumë projekte, sa më shumë koncerte. Në fakt, gjatë këtij viti shkollor keni dhënë edhe koncerte? Fëndetën, ja. Sepse ka qenë një vit pandemik, por që këto gjatë gjithë jetës tënde artistike dhe shkollore nuk kanë munguar, apo jo? Jo, nuk kanë munguar, për fakt mirë, se punën e madhe që kena bërë, normal që kena pas me pasqyru, plus që edhe puna zysh, që shumë. Mësuese Rudina është përcjellse, po e them, po është mësuesja, drejtuesja e afërt e shumë nxënësve të cilët kanë marrë afirmim. Unë mund përmend për shembull Memela Alin, ka qenë nxënësja jote, apo jo, Rudina, dhe kur i mendon ato ecurit, shumë nxënës, shumë për vite, për shembull 26 vite. 26 vite keni në shkollën artistike, dhe kush e di sa instrumentist keni përcjell. Edhe nxënësat që i kanë marrë shkollën, domethënë që kanë dalë për shkollën tonë, që kanë marrë shkollën lart, janë mësuesat e natës.
Nxënësit e mi. Për shembull. Janë Isida, Bece, Andrej Suma, Meral Shtalbje, Pra, edhe jeni mësuese e Igi Mataj. mësuesve. Po. Jeni Jena mësuese kolegë tash, jena e kolegë. mësuesve, jeni kolegë, kolegë, po. ndërkohë që i gjithë këtë ecuri natyrisht i dedikohet shumë edhe mësueses, apo ose siç e përmendëm edhe pak më herët, mësuesja në shkollën artistike është individuale dhe duhet të qenë kështu, është akoma më afërt. Sara, ke studiuar shumë, besoj. Po, normal që ja do është më studiu shumë. Është e vetmja gjë që duhet me bën, kjo se pret që me dal mirë. Është gjë e rëndësishme që duhesh me bën. Ndërkohë, unë po i drejtohem 2 kompeticioneve që ke marrë pjesë. Me njëherë, kur mësuesi ju tha, është kjo mundësi, është edhe kjo mundësi. Ti nuk u stepe, beso, the, unë do të marrë pjesë në të dyja, apo jo? Jo, se edhe vite tjera, gjithmonë kena marrë pjesë, si ishte, do të thonë, ma shumë se në një konkurs, si ta rëndishim ne, për shembull, se Përveç këtyre 2 konkurseve, ke marrë pjesë në vitet të tjera edhe në konkurse të tjera? po, për shembull, te Peter Gaci marrim Çdo për vit. çdo vit pjesë. Te Tirana Talent ka marrë edhe vjet, po që i është bë online vjet. Online. Kurse si mjet më mirë që u bë live. Ndërkohë që të gjitha pikët e mundshme, patjetër që Ka edhe vjet. Edhe vjet. Edhe vjet. është i dyti vit që ti merr 100 pikë në 100. Po. Kjo është një mrekulli. Çfarë ke interpretuar? Unë kam interpretuar sonatën Beethoven Aurora, kohën e parë, Po. edhe është një pjesë shumë e bukur, më pëlqen shumë. Është sonata më e bukur që kam marrë ndonjëherë. për mua. Not virtuoze. Shumë teknike. Virtuoze. Shumë vështirë. Shumë teknike, e vështirë, shumë. ndërkohë që melodia mbizotron dhe është një mrekulli. mrekulli. Një sonat. Pse mendojnë që Beethoveni është një autor që duhet të jetë patjetër? Kur arrin, domethënë një mosh, domethënë mas klasës 9, edhe para klasë 9, disa fëmijë, edhe klasë 8 e marrin Beethovenin, atëherë je i pjekun edhe teknikisht je i pjekun edhe nga ana domethënë e forcës, se Beethoveni ka atë forcën e tingullit, nuk mund të bësh cekt, domethënë duhet me kanë pak i thellë. Kështu, domethënë më vjen vetvetiu. Ai mendimi që fëmia mund ta marrë Beethovenin këtu lloj. Ndërkohë që tek Beethoveni gjen në nuancat më të mrekullueshme nga kontraste të jashtëzakonshme. Teknik shumë e pastër. Nga fortissimo në pianissimo, nga fillimi i tastierës deri në fund atje. Pra ka një diapazon të mrekullueshëm. Çfarë ndjen kur interpreton Beethoven, Sara? Domethënë, Beethoveni është një nga kompozitorët e mi të preferuar. Besoj se shumicën e vjetëve që i kam studiu, kam marrë Beethovenin, plus që sonatat e Beethovenit janë shumë bukra, edhe të vështira, po që sa më shumë të urrita, që më shumë angazhona të studiu, të i kuptu, po, ato i pëlqy më shumë. Përveç Beethovenit, ti ke interpretuar edhe të tjerë? Te Peter Gaci. Te Peter Gaci Liszt, Po, te Peter Gaci kam performu një pjesë të Listit, që është shumë e bukur edhe e vështirë. Rosignol. Po, dhe Rosignol e ka. Edhe është hera parë që kam marrë Listin, si njetë, edhe jam në i shumë mirë, sepse në fund shumë diçka mirë. Është shumë delikat. E din vetë se kanë për piano, listë e delikat. Listi është shumë delikat, virtuoz. por është një mrekullim vete, apo jo. Po. Besoj se këto çmime të kanë dhënë shumë entuziazëm, apo jo. Shumë, Si ki përjetu? Do të thonë, tash 2 vjet që nuk bëhen tamam konkurse, më në fund ardhi momenti mu bë dhe unë u desa e vojzët, mezi
mezi kena ik deri në Tiranë këtë vjet, jena knaq, jena një super shumë mirë. E keni ndjerë në një farë mënyrë konkurrencën, sepse kjo përballje ka qenë online, ka qenë e drejtë për drejt. Po, edhe konkurrimi, do të thonë edhe konkurrentët e tjerë kanë qenë shumë të fortë, sepse kanë pas mjaft kohë për mu përgatit, sepse si thash edhe më parë nuk janë bërë live këtë kohë të fundit, edhe kanë qenë shumë të mirë. Nga cilët shkolla, qytete ishin pjesëmarrësit? Po, ne prej Shkodrës, Tiranës, Vlora më duket. Vlora, Durrësi. Kurse fëmijët e vegjël, i fjema vegjël se na kanë qenë edhe prej Kosovës. Po. E ishto. Mirë, ky çmim besoj se edhe në familje është përjetuar bukur. Po, normal. Edhe prindë mi janë knaq. Është shumë emocion i të fitosh një kompeticion, do të thotë të fitosh edhe një status akoma më të lartë edhe në familje, edhe në shoqëri, në kuptimin e vlerësimit të thënë, një kënaqësi. Shoqërohen këto edhe me stimoj të tjerë? Po, në shtëpinë tënde për shembull. Të vlerësojnë edhe me diçka tjetër. Të bëjnë që ti do të bësh disa pushime të veçanta, të blejnë diçka që ti dëshiron, nuk e di. Unë si fëmijë kërkoj, po që nuk e di ata kanë dorë, nuk kam se që me thonë, unë jam e kënaqur me i katë so kam marrë deri tash me çmimin e është gjë e mrekullueshme, sepse këtu qëndron artisti, fëmia, nxënësi, prindi, mësuesi, të gjithë janë këto komponent, sinqeriteti, natyrisht, të gjithë janë komponent të shumë të rëndësishëm dhe bashkëudhtar, që hedhin gjurmë. Këto gjurmë nuk shlyhen lehtë, gjithmonë ju do të bëheni me vite, me shumë eksperiencë, por nuk do t'i harroni këtë, apo jo? Normal. Unë me thonë drejten si mjetë Alisi nga që marrë diplomen, niva shumë një boshllëk, se nuk do të vinë më në klasë Alisi. Çfarë emocionesh e shoqërojnë? Unë jam knaq, dhe me thonë, jo vetëm si pianist, vetëm si nxënës, po është shok. Alisi është shumë, është një fëmijë, dhe me thonë si t'jep shumë i pjekur. Kjo është ajo. Është i veçantë. Ai raport që mësuesi. Jena mësu tash që me pas gjithmonë klasë. Është një raport i mrekullueshëm. Ke edhe një nxënës tjetër të vogël, mësuese Rudina? Po, një Rori Banishta, që është klasë 2 edhe ka fituar çmimin e Petergazit parin. Shumë premtues. Fëmijë shumë i mirë. Tham drejtën, një vjet e gjys ka që ban piano. Premton shumë. Shumë i mirë. Sam që do të ecin shumë mirë. Qose vazhdon të hapa. Unë mendoj që këto raporte, Sara, me mësuesin e instrumentit janë rrit me zemre, apo jo? Normal. Unë kam si fëmijët e mi, du shumë fort. Ne do shumë fort zysh. Natyrisht, pushimet e verës do të kenë ndonjë aktivitet tjetër si vjet, Sara, apo akoma nuk ke ndonjë sinjal? Besoj, do me thonë, unë studimi nuk do t'a la, do t'jem gati për gjithçka, nëse më kërkojnë ose nëse kam qenë me marrë pjesë në venur, se di, nuk e di, por që unë do t'jem gati dhe nuk do t'a la studimin. Pianoja jote do të tingëlloj çdo ditë në shtëpi? Në plazh. Se Sara shkon në plazh, po ka ble piano elektrike. Edhe atje? Po, që mas me hup pas i ditë. As një ditë. Kjo është instrumenti për pushtimi. Të falenderoj shumë, Sara, dhe uroj që të kesh suksese të vazhdueshme, ndërkohë që ftojmë Isla Syknej, e cila është përsëri një nxënëse fituese. Urime Isla. Përshëndetje. Ke fituar 2 çmime. Besoj se ndjehesh shumë mirë. Po, shumë mirë. Kjo është fruti punës së përbashkët, por i përpjekjeve tuaja të jashtëzakonshme. Pianon e ke filluar që në klasën e parë, apo jo? Me cilën mësuese? Me mësues Lekën. Me mësues Lekën. Unë jam kohë Shërdina, klasë 6. Mësues Lek Jakova, një tjetër mësues që i përket
pjesë e historisë së shkollës artistike Preng Jakova. Mbiemri Jakova është i përfshirë fizikisht, emocionalisht, kontributisht në këtë shkollë tashmë me një traditë jashtëzakonshme, apo jo? Çifti Jakova, mësues Leka dhe mësuese Rudina, pianist, i përcjellin nxënësit njëri tjetrin dhe të gjithë besoj se janë produkti të dyve, apo jo? Tham drejtën, Leka dhe më thonë merre me ciklin 9 vjeçar. Unë dhe më thonë marrë mas klas nato, ose mund të marrë në i fëmijë që është pak më herët. Pak më herët. Dhe më thonë në i fëmijë që mu më pëlqen. Drejtën edhe Leka nuk ka komplekse në këtë drejtim. Ma len, po problem. Merr në vesh për. Ndërkohë që përveç se jeni bashkëshort, jeni dhe bashkëpunëtor në komunikojmë, diskutojmë për shumë nxënësa, për shumë probleme teknike, ndoshta fëmijët, tijat. Dhe më thonë kur diskuton me një koleg në rastin dhe më thonë bashkëshortin. Dhe më thonë gjithçka zgjidhet më thjesht, dhe më thonë jep zgjidhje njoshta një pyetje që ke për një problem të vogël. Por në fakt ecuria që kanë nxënësit tuaj tregon një punë të suksesshme, apo jo? Po, dhe ecuria po, normal. Do të thonë edhe fëmijët që kanë pasur klas par vetë shumë të mirë, dhe më thonë janë shumë, dhe më thonë se kanë marrë qysh vetëm. Premtues. Po, dhe fëmijët që kanë marrë prej Leks janë shumë të mirë. Isla, 2 konkurime plus Saxhës nuk janë pak, apo jo? Jo, janë shumë mirë. Ndërkohë që ti në Tirana Talent Kam fitu 100 pikë edhe specialin. Edhe specialin, që do të thotë ke studiuar shumë dhe ke mbërritur shumë mirë. Po. Çfarë ke luajtur? Kam luajt Beethoven, o sonaten. Vetëm një pjesë kam bërë se ka qenë shumë gjatë, minuta. Çfarë ndjeje gjatë interpretimit, sepse ishte direkt, ato juria dhe pjesëmarrësit po të ndiqnin. Si të shoqëruan emocionet dhe si u kthyen ato në produkt shumë të mirë? Por isha aty në karrige që thonë më bëhet gati Isla syknaj, isha shumë emocionume. Kur unë mita në skenë, edhe u përshëndeta, miken emocione komplet, fillova më në mira pianos. O duka krejtës në kënë vetëm. Në fakt, kur e bëj këtë pyetje për shumë konkurent, pak a shumë të tillë më përgjigjen. Emocionet janë derisa prek tastierën. Dhe kur prek tastierën, aty është diçka krejt tjetër. I janë vetëm Paran krejtë se ke atë porta. Dhe ti besoj se mësuesja të ndiqte, besoj se kam lënë të lira. E ke lënë të lira. Dhe besoj se pritshmëritë tuaja mbërritën fantastikisht mirë, apo jo? Si e ndjeve pikërisht këtë lojë të bukur, ta përshëndetën të tjerët, u kënaqe vetë, sepse ishte vetë ekzekutuesja, vetë edhe gjykuesja e lojës tande. Kur është pianos, besoj se i kisha ra mirë, për derisa ka marrë 100 pikë, i ka marrë shumë mirë. Dhe u dha me njëherë vlerësimi apo pritët? Jo, po krynin edhe tjerë, gjithë tjerë, të më në lanin çmimet. Një mrekulli. Tek Pjetër Gaci çfarë ke interpretu? Çmim parë. Kam marrë çmim parë edhe kam interpretu suitën franceze edhe sonatën Beethoven. 2. Ke punuar shumë për ta. Po. Çfarë është për ty të jesh para tastierës së pianos dhe të interpretosh, të luash atje? Është diçka më e mirë pianos, nuk është që thjesht, është kënaqësi shumë e madhe. Është jep edhe kënaqësi tjerëve, po edhe vetit më shumë. Kënaqem. Era e parë është që merr pjesë në këto? Jo, kam marrë edhe tjera që ishin klasë parë. Në çfarë konkursesh të tjera? Pjetër Gacin, Epten, kena edhe në Itali 2 herë me zyshen. Në Itali. Konkurs. Pra Fazano dhe në Cristiano. Edhe Cristiano. Në provincë të Barit. Si keni kontaktuar ju për të marrë pjesë në këto konkurime? Kena shkuar në bashkë. Jam fakt këtë konkurse Italisë, i komisionit, ka një italian.
Ai të pa, domethënë nivelin këto, ishte te Pirgat se kishte këtu, domethënë Se kështu bëhen lidhjet, kur lidhjet, dikush të normal. dëgjon në një vend të fton në një vend tjetër, apo jo? Jeni ndjer besoj konkurrent të fortë, të barabartë Këngë shumë mirë. Kristiano. dhe mos Kristiana ishte shumë konkurrencë Edhe fort. kanë kënë prej jashtë, prej gjithkohë, prej Rusijet, kanë kënë. jeni vlerësuar edhe atje? Po kam kanë në Juri, Aha, kam kanë në Juri në Itali. Kam kanë vetë në Juri. dhe Ishte kënaqësi shumë e madhe, ishte një nivel jashtëzakonisht i mirë. Dhe të jesh Talenta, konkurruese mirë shumë. me talent është një ushtrim i bukur, një ushtrim i mirë, ë? Mirë, përveç këtij repertori që ti the, suitës franceze dhe Beethoven, ti ke edhe të tjera pjesë që interpreton, i mban në gjithmonë në dorë pjesët, për shembull, masi bën një koncert ose një konkurs, në thonjza i hedh ato pra, apo i mban gjithmonë në dorë, je në gjendje të interpretosh edhe pas një kohë të gjatë. Po, kur e mësen është i vështirë me i harru, që i bie një për qef. Më pëlqen një e pjesëve. Po prindrit si reagojnë gjatë këtyre ecurive tuaja? Prindet më rinjat të më lexojnë edhe thonë shumë e bukur, shumë mirë. Ne edhe kritikojnë për shembull, bëni ne gjë. Ke ndonjë moment për kur ndjehesh paksa e pa realizuar për momentin, kur mësuesja të bën vrejtje, ti shkon në shtëpi, menjëherë don ti riparosh, të mësosh, janë bashkëpunëtarë apo jo mësues Rudina? Unë domethënë këtë pyetje mban me qesh për Islën, se unë gjithmonë e kritikoj, se Isla është shumë ka një gisht të jashtëzakonshëm. Tingull. Gishtin teknik, forcë të jashtëzakonshme, po forca e saj është e tepërt. Ma jep ta shoh dorën. Edhe tham Dorë të gjithmonë, kujdes kali, se bjen fortëve shumë fort. Domethënë a fëmijë se premton shumë, ka teknikë shumë të mirë, është domethënë është e njëshme, duhet të gjesh momentin. Isla, të kesh një mësuese udhëheqëse, do të thotë të kesh një zë këtu afër vetes, edhe kur të bën një vrejtje, do të thotë që menjëherë duhet ta përmirësosh ose të luftosh ditë pas dite për ta shmangur, sepse të gjithë kanë vrejtjet, për ndryshe nuk përmirësohen gradualisht apo jo. Don punë. Studim programi i Islës, gjithë tyre është program shumë i vështirë, nga ana teknike dhe shumë program i madh. Don orë. Një fjalë e urtë thot, po gjete një jetë të thjeshtë, domethënë gjërat të thjeshta nuk do mbrishkun. Po gjete gjërat vështira për t'i kalu, dije se do kesh destinacione. Apo jo? Normale. Këta domethënë kanë me këtë program që këta marrin, mendoj për shumë nelt. Patjetër që do ta vazhdosh në shkollën e mesme, pianon, është një dashurim vete. Mësuese Rudina, albumi të nxënësve tuaj 26 vite deri tani në shkollën artistike. Besoj se i shtohen emra, ose po ta shpretosh ke emra muzikantësh ju përmendët, edhe shumë nxënës që tashmë janë kolegët tuaj. Kjo do të thotë që secili shkruan një historinë vete dhe ta shkruash së bashku me ta rrisësh një muzikant, nuk është e thjeshtë. Nuk është e thjeshtë. Them drejtën, kur këta vinë në klasë të parë janë kaq të vegjël, kaq të brisht, mendon si ka mundësi që këta do të rriten e do të bëhen dikush në jetë. Po ka pak domethënë puna bëhet domethënë sidomos kur fëmia është një fëmijë inteligjent. Them drejtën, klasën e parë çdo fëmijë na e din vetë që hin konkurs me konkurim për veshjen dhe për ritmin. Po. Ka raste që fëmijët kanë shumë vesh të mirë edhe rritëm shumë të mirë, po nuk janë shumë të inteligent. Ndoshta kanë shumë fëmijë që janë ndoshta edhe pa vesh, as rritëm, po me kuj veshje domethënë vite kultivohet. Me punë, me shqetësinë, domethënë edhe veshi vjen duhet një farë intuitet muzikore, në mënyrë që shumë gjëra të kapen dhe të ndjehen së brendshmi, menjëherë të kapen ajër ndoshta.
Normal. Më thënë, puna, shkurt, në fjalë, puna është shumë e vështirë, mu marrë me i fëmijët dhe me që deri një deri në moshë të mallore. Po ndjen shumë kënaqësi. Ja, kënaqësi, dhe më thonë, nuk më jam mësu, nuk më bërë përshtypje, e kam tamam kënaqësi. Gjithse cili fëmijë ka të veçantën e vet, njëri fëmijë nuk i përgjet tjetrit. Prandaj ju zgjedhni jo vetëm repertor, por edhe taktika, metoda të veçanta për të mbërritur Se çdo fëmijë nuk është, një fëmijë mund ta kapin shumë shpejt, me pak, një fëmijë don shumë atë për punë, shumë atë për ndoshta edhe mënyrë se si më ia shpjegu. Se edhe eksperjenca shumë viteve tregon se mund të kesh një rast, mund të kesh një tjetër dhe e kupton se si mundesh me nxjerr një fëmijë që ndoshta nuk ka pak shpejt. Po, në fillim e kuptohet, e fillimi i tij se çdo fëmijë me tu rrit, vjen edhe kupton më tepër, edhe vjen vedia është edhe më një vedi artistike që përthithet dhe akumulohet së brendshme, apo jo Isla? Përveç repertorit klasik, këto nxënës luajnë edhe repertor tjetër? Po, në romantik, edhe pjesë shqiptare, edhe pra klasik. Pra është një diapazon i gjerë. Po, për shembull, të jenë shoqërues, kanë të tilla siç është shoqërues instrumentit ose kantojt ose të jenë për shembull Alisi është edhe këngëtar. Edhe ka krijuar disa këngë. I shihni këto nxënës pianist edhe si muzikant që mund ta zgjerojnë diapazonin e tyre në të ardhmen. Ka diçka individuale. Nuk bëhet, domethënë te ky që bëjmë ne është muzikë klasike, është shputën. Po diçka tjetër që një fëmijë ka dhënë ti. Ke dëshirë të shoqërosh një këngë popullore për shembull Isla? Po, gjithçka me bë me piano shumë e bukur. Shumë e bukur. Si do ta përkufizoje me një fjalë? Pianoja për mua është gjoja që gjej qetësinë. Shumë bukur. Unë vërtet u kënaqa, jo vetëm unë, por edhe ato që po na ndjekin dhe na kanë shkruar në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Jashtëzakonisht mirë që në Shkodër pikërisht ka kaq shumë talent, ka kaq shumë fitues të nxënës të vlerësuar dhe mësues të tillë, të cilët dinë të përgatisin, të marrin për dorë dhe të ngrejnë deri në vrapimin e tyre nxënësit. Ti frymëzojnë ata dhe të jenë me ta në çdo fazë të formimit të tyre. Mësues Rudina është e tillë. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë që na sollët këto informacione, por edhe ndjesi të bukura të ecurisë së tyre. Mësuese Rudina, me shumë respekt, ju uroj që ai libri i madh i historisë së familjes Jakova të shkruhet përsëri me kontribute të tjera, qoftë si mësues, frymëzues të nxënësve tuaj, krijues e të gjitha atributet që ju keni si muzikant. Falenderoj shumë. Ftesa, ndjesh kënaqësi. Ju uroj gjithmonë suksese skuadrës suaj të mrekullueshme. Keni krijuar një skuadër fituesish. Dhe jeni një trajnere e mrekullueshme, apo jo? Faleminderit shumë. Faleminderit që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër, ju uroj gjithmonë suksese. Faleminderit.